Surprizat në shtëpinë më të famshme në Shqipëri nuk kanë fund. Para disa çastesh, në shtëpinë më të famshme në Shqipëri u fut fituese e edicionit Egla Ceno. Nga banorët nuk duhet të kishte reagime, pasi ndikonte në uljen e çmimit të madh. Menjëherë sa po fut në shtëpinë të famshme, ajo shkoi drejt Laertit, ku bëri një veprim mjaft të papritur. Nga diskutimet e djeshme ku Laerti kishte puthur Gjestin dhe Aldon, ajo menjëherë e puthi Laertin në buzë, si për t'i treguar se të dy ata janë aktorë mjaft të mirë, dhe kjo gjë nuk duhet të bëhej kaq e madhe. Më pas ajo ka përshëndetur disa nga vajzat, por ata nuk e kanë kthyer përgjigje. Pasi bëri xhiro në shtëpi, ajo u fut në vask, duke deklaruar se e kishte marrë malli për këtë veprim, që e bënte shpeshherë teksa ishte brenda edicionit. Na duhet të themi se shtëpia më e famshme në Shqipëri, nga çasti në çast, mund të ketë befasira të tilla. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.